إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Fillimisht e falenderoj Allahun Azza wa Jall, I cili na mundsoi që sot të arrijmë këtë ditë, e lut Allahun ashtu siç na bashkojnë këtë ditë, na bashkojë edhe në xhenetin e Tij. Istighfari është vepër e lehtë për gjuhën. Istighfari është vepër e madhe tek Allahu Azza wa Jall. Istighfari është vepër që ka shumë vlerë. Istighfari përmban shumë mrekullira edhe fshehësi. Istighfari nënkupton keqardhje edhe kërkimfalje. Istighfari nënkupton përmendje të Allahut Azza wa Jall edhe poshtë edhe mësim. Istighfar do thotë që robi të I kthehet Allahut me pendim, të kërkoj falje prej atij për gjunohun që e bëri gjatë ditës apo natës atij. Allah Azza wa Jall thotë walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ata që kur bëjnë ndonjë gjuna, ndonjë vepër e cila është e shëmtuar apo I bëjnë padrejsi vetes së tyre, I kthehen Allahut dhe kërkojnë falje. E a ka mundësi që dikush t'ia falë robit përveç Allahut? Asesi. Vetëm se Allah është ai I cili e fal gjunohun, e ata pasi që Allah Azza wa Jall I fal, nuk I kthehen më mëkatit duke e ditur se kjo vepër është e shëmtuar dhe Allah Azza wa Jall ja ka falur atyre pendimin. Istighfari është sunet I pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall, prej të Ademi deri te Muhamedi alayhi salatu wassalam. Çdo pejgamber I Allahut Azza wa Jall I kërkonte falje Allahut Azza wa Jall. Dhe nuk ishte pejgamber vetëm se nxiste popullin e tij që të kërkojnë falje. Madje Allah Azza wa Jall urdhëroi pejgamberin e Allahut që t'i kërkojë falje Allahut për veten, po ashtu për besimtarët dhe besimtarët. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Dije se nuk I takon adhurim me skujt me drejt përveç Allahut. Kërko falje për gjunon tënd, për besimtarët edhe për besimtarët. Madje pejgamberi Allahut Azza wa Jall kur e zbatonte këtë urdhër të Allahut, I kërkonte Allahut më shumë se 100 herë falje brenda ditës apo natës. Nuk ishte pejgamberi Allahut Azza wa Jall vetëm se urdhëronte popullin e tij që t'i kërkojnë falje Allahut Azza wa Jall. Nuhi alayhis salam tha faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Nuhi tha popullit të vet kërkoni falje Allahut, sepse me të vërtetë Allahu fal shumë. Hudi alayhis salam tha ya qaumi astaghfiru rabbakum, o populli im, kërkoni falje Zotit tuaj, kurse thoshte Shuaibi popullit të vet, leula tastaghfirun Allah la'allakum turhamun, sikur ju ose pse ju nuk po I kërkoni falje Allahut me qëllim që Allahu juve që mëshiroj. Allahu kur e përshkroi veten e tij në Kur'an, Allahu tha që fal shumë, që është falësi, që është më falësi, që është I denjë për falje, dhe se Allahu I fal gjitha gjunat. Nuk ka askush si Allahu. Nuk mund që të barazohet krijesa me krijuesin prej përshkrimeve të Allahut, që Allah neve na bëri qartë me dije se gjitha këto janë përshkrimet e tij. Kjo është vetëm se për një arsye, që robi ta kuptojë mirë Zotin e tij, sepse realisht nuk e shef ndonjë, mirë po e njeh përmes përshkrimeve edhe cilësive të tij. E kur Allah e përshkruan veten se fal shumë, atëherë robi asnjëherë kurr e di se nuk I mbyllet dera e pendimit dhe çdo herë kur bën gjuna, e di se kujt duhet që të I drejtohet dhe di se ajo derë asnjëherë nuk mbyllet deri në momentin që e dorëzon shpirtin Allahut Azza wa Jall. Prandaj Allahu kërkoi prej robërve të tij dhe bëri kërkesë që t'i pendohen atij. Tha Allahu Azza wa Jall, wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idhni. Allahu ju I ofton për xhennetin e tij edhe për faljen e tij me lejen e tij. Dhe poshtë tha Allahu Azza wa Jall, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Kush I fal gjunat përveç se Allahut. Gjitha këto, Allahu nuk ka interes për neve që ne që t'i kthehemi atij, jo. Për Allahun këto janë thjeshta, janë të vogla, nuk kanë vlerë, po për robin është shumë e madhe. Kur Allahu Azza wa Jall kërkon prej robit faljen e tij, do thotë që Allahu ja don të mirën atij. Allahu dëshiron që ta falë, që ta pastroje edhe ta shpërbleje me xhennetin e tij. Wallahu yuridu an yatuba aleikum. Allahu dëshiron që juve t'u afal. Po ashtu tha pejgamberi sa me një hadith kuci që Allah Azza wa Jall ka thënë ja ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum, o ju robërit e mi,
ju bëni gjunahe në mëngjes edhe në mbrëmje, kurse unë i fali gjunahet, andaj kërkoni falje prej meje, që unë juve tu a fali. Allah Zogjel, me bujarin e ti, çdo premtim ti e mban, edhe asnjëherë kurrë nuk e thyen, Allah i premtoi atyre të cilët kërkojnë falje prej Allahut, që Allah Zogjel do t'u falë atyre. Premtimi Allah kurrë asnjëherë nuk thyet, ai i cili është i sinqert në pendimin e tij, Allah Zogjel do t'ja falë çdo gjunat e tij. Tha Allah Zogjel, wa inni laghaffarun liman tab wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Tha Allah, unë ja fali gjunat çdo njerit i cili kërkon falje, sepse me të vërtet unë e fali, e pastaj beson dhe bën punë të mira e qëndrohet në atë udhën që ai e ka marrë. Po është Allah Zogjel tha, wa men ya'mal su'an aw yadhlim nafsa, ai i cili bën keq vetes ose ai i cili bën padrejti vetes atij ose punon një vepër që është e shëmtuar, thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafur rahima. Robi ka për me gjetë Zotin e tij se fal shumë gjunat që i ka bë, pavarësisht gjunat të tij, pavarësisht asoj shëmtirës që e ka punu, megjithatë e gjen një Zot i cili është pendim pranues edhe i cili është mëshirues. Po ashtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Allah Zogjel ka thënë pasha madhërin ose pasha krenarin dhe madhërin time, përderisa robi kërkon falje, unë atij i ja fali me lejen e Allahut azza wa jall. Allah Zogjel madje gëzohet tepër me pendimin e robit vet. Gëzimi i cili nuk ka mundësi që të pëshuhet me fjalë. Një gëzim që është i veçantë për Allahun azza wa jall. Një gëzim që robi nuk mund që ta paramendojë. E përshkoi pejgamberi sa gëzimin e Allahut azza wa jall me një hadith ku e përmendi një njeri që ishte duke ecur në shkretir. Me vete e kishte ushqimin edhe pijen e tij dhe mjetin e transportit. Po megjithatë me një vend kur u ndal, shkretira si shkretir e madhe, e gjerë dhe nuk ka asnjë gjallësi në të. U ndal që të pushojë me një vend. Pasi që e zuri gjumi, kur u zgjua prej gjumit, e pa se devja e tij nuk ishte pranë tij. U friksua shumë dhe e dinte që mos prezenca e devas nuk kupton vdekjen e tij. Nga trishtimi i madh e zuri sërish gjumi. Pastaj kur u kthjedh edhe e pa devën e tij nga gëzimi i madh, tha, o Zot, ti je robi im e unë jam Zoti yt. Kjo fjalë normalisht është kufër. Po megjithatë pejgamberi sa më përshkoi se ky njeri çfarë gëzimi të madh ka pas zemrën e tij. E do thotë që Allah Zogjel gëzohet shumë më shumë se ky rob, Aisha radhiyallahu anha, e cila e njihte mirë jetën e pejgamberit sa jetonte me ta për një periudhë të gjatë. E përshkoi çdo detaj që e kishin në intimitet mes tyre dhe po ashtu gjatë përditshmërisë atyre. Aisha radhiyallahu anha tha që nuk kishte ndeje dhe nuk kishte lexim Kur'anit që e bënte pejgamberi Allahut dhe nuk falte namaz vetëm si i thonte disa fjalë. E i tha pejgamberit Allahut që Rasulullah, tha nuk ka ndeje, nuk ka lexim Kur'anit që e bën, edhe nuk ka namaz vetëm se po i thua disa fjalë. Tha po Aisha, tha këto fjalë realisht janë vul, nëse njeriu ka fol mirë me një ndeje ose ka bë diçka mirë, këto fjalë evoluosin atë mirë. E nëse ka bën ndonjë shëmtuar apo të keqe, këto fjalë realisht janë shlyerje për të, e cilat janë ato fjalë? Janë fjalë që pejgamberi Allahut tha, subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kush i thot këto fjalë? Pasi që ka qëndru me një ndeje, apo pasi që ka lexuar Kur'an, apo pasi që ka fol namazin e tij, vetëm se me lejen e Allahut do qenë vul, nëse kanë qenë fjalë të mira dhe vepra të mira, ose do jenë shlirje për gjunat e tij nëse ai ka fol diçka që bien ndesh me rregullat e Islamit, apo ka vepruar diçka të ngjashme me atë. Po ashtu tha pejgamberi sa lum për atë që në fletushkat e tij gjen shumë istikfar. Me një transmetim tjetër tha pejgamberi sa tha, kush dëshiron që ta gëzojë fletushka e tij ditën e Kiametit kur do të hapet, edhe ai të gëzohet, atëherë le të shtojë sa më tepër për istikfarin. Istikfari është i çuditshëm. Istikfari është një vepër shumë e lehtë, si thash edhe në fillim. Mirë, po megjithatë dobiti i ka shumë dhënë me lejen e Allahut azza wa jall. Kush kërkon rahmetin e Allahut, le të kthehet istikfarit. Për shkak se istikfari është një prej shkaqeve që Allah azza wa jall do të mëshirojë atë. Allah azza wa jall tha, laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Pse ju nuk po i ktheni Allahut me pendim e me istikfar me qëllim që juve Allahu që mëshirojë. Po ashtu ai i cili dëshiron faljen e gjunaheve le të kthehet istikfarit. Tha Allah azza wa jall, wa man yafal su'an aw yadhlim nafsa, ai i cili bën keq vetes, apo ai i cili e bën një të shëmtuar, thumma yastaghfirillah, e pastaj kërkon falje Allahut, yajidillahu ghafur rahima. Allah ka për me gjetë sa është falës edhe po ashtu është mëshirues. Ai i cili kërkon siguri, edhe kërkon rahati,
edhe kërkon qetësi, edhe kërkon largimin e belave, dhe kërkon lumturi, s'ka dyshim që istikfari është një prej sebepeve që jep atë melen e Allahut azza wa jall. Wa ma kana Allahu li yu'adhibahum anta fihim. Allahu nuk ka për ta ndëshku ummetin në tërësi. Allahu më herët, para se të vije pejgamberi sasem, e ndëshkonte një ummet dhe kur e ndëshkonte e shkatronte në tërësi. Me ardhen e pejgamberit sasem, Allah i vendosi dy kritere. Tha wa ma kana Allahu li yu'adhibahum anta fihim. Allahu nuk ka mundësi që ta ndëshkojë popullin në tërësi përderisa ti je aty. Përderisa ti o Muhammed je prezant aty, Allah nuk e shkatron ummetin tërësi. Kjo është kriteri i parë. Dhe pejgamberi sasem ka ndruar jetë. Mirë po është edhe një kriter tjetër e Allah azza wa jall tha: "Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun." Dhe Allah nuk e shkatron këtë ummet tërësi përderisa ky popull, përderisa ky ummet i kërkojnë falje Allahut në vazhdimsi. Tha pejgamberi sasem me një hadith, tha robi është i sigurt nga dëshkimi i Allahut përderisa ai i kërkon falje Allahut azza wa jall. Kur shet dikush se ka thatësi, edhe dëshiron shi, edhe dëshiron bereqet, edhe dëshiron mirësi, edhe dëshiron që pasuria e tij të shtohet, edhe dëshiron fëmijë, edhe dëshiron lumenj, edhe kopshte, le t'i kthehet istikfarit, sepse istikfari është sebeb që Allah më ia dhon gjitha ato. Allah azza wa jalla përmend për Nuhin alayhis salam se i tha popullit të vet: "Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Populli ose Nuhi tha popullit vet: "O populli im, kërkojini falje Allahut sepse me të vërtetë e keni një Zot i cili fal shumë. Ai i cili kërkon falje, Allah do t'i japë shi me bollok, edhe do t'i japë fëmijë, dhe do t'i japë bereqet në pasuri, dhe do t'i japë kopshte edhe lumenj. Gjitha ato vetëm se me istikfar. Ai i cili kërkon fuqi dhe kërkon vitalitet dhe kërkon shërim nga sëmundjet që e ka, dhe po ashtu kërkon jetë të lumtur në dunjë dhe në ahiret, le t'i kthehet istikfarit. Sepse Allah azza wa jall tha: "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum." O ju populli im, to ishin fjalët e Nuhit: "O populli im, kërkoni falje Allahut azza wa jall, thumma tubu ilayhi." Edhe pastaj kthejun ati me pendim: "Yursilu sama aleikum midrara." Sepse Allah kështu juve ju zbret shumë shi, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Edhe pastaj Allah ju jep fuqi pas fuqisë tuaj që ju e posedoni. Nëse dëshironi shtimin e fuqisë, atëherë kërkoni falje, sepse me të vërtet istikfari është një prej shkaqeve që e shton fuqinë, vitalitetin edhe po ashtu edhe shëndetin. Istikfari s'ka dyshim që duhet që të bëhet me përulje edhe me thyrje të zemrës, jo vetëm se të punojë gjuha e besimtarit, po duhet që të punojë edhe zemra e tij. Besimtari mund që t'i kërkojë falje Allahut edhe gjatë ditës edhe gjatë natës, edhe pse preferohet pjesa e fundit e natës, sepse atëherë është një kohë ku Allah azza wa jall e veçon edhe dallon, dhe Allah azza wa jall madje e përmend në Kur'an: "Wa bil asharihum yastaghfirun", sepse ata në kohën e agimit kërkojnë falje, ndërsa pejgamberi s'em tha që Allah azza wa jall zbret në qiellin e parë të dunjos, zbritje që i takon veç Allahut azza wa jall, zbret me qenjen e tij, edhe Allah azza wa jall thot në ato momente: "Men yad'uni fastajibu lahu", ako kush më thirr mua që unë të përgjigjem atij, "wa men yas'alni fa u'tiyahu", ako kush kërkon diçka prej meje që unë t'i jap atij, "wa men yastaghfiruni fa aghfiru lahu", dhe ako kush kërkon falje prej meje që unë të i fali ose t'i fali atij. Andaj shfrytëzoni gjitha kohrat, ditën edhe natën, e në veçanti këtë kohë për ata që duan pendim edhe kërkojnë falje. Ai i cili është mbushur me gjunaje, asnjëherë mos dëshpërohet prej rahmetit të Allahut, sepse me të vërtetë rahmeti i Allahut është shumë i gjerë edhe shumë i madh. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Format e kërkimit të istikfarit janë shumë. Mirë po, normalisht që besimtari është mirë që të bazohet edhe të mbështetet argumenteve që ka dhënë sipas Kuranit edhe Sunetit. Lejo që besimtari kur dëshiron që të kërkojë falje prej Allahut që thot: "Astaghfirullah, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah wa atubu ilayhi", kështu me radhë. Nëse i përdor ato forma që ka dhënë sipas Sunetit, s'ka dyshim që kjo është më e mira. Dhe besimtari ka dy shpërblime: shpërblimin e kërkim faljes duas, dhe po ashtu shpërblimin e ndjekjes Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shaddad ibn Aus e transmeton një hadith ku na bën me dije se istikfari është lloj-lloj, po është një lloj zotërie e istikfarit. Istikfari që është kulmi i çdo istikfari. Këtë është mirë me mësues çdo besimtar për shkak se shpërblimi është shumë i madh. E keni të mburojë muslimanit një libër i vogël që i ka shumë do dhe ka përmbledhur shumë luqen te. Mund ta gjeni shumë lehtë edhe ta lexoni edhe ta thuni për çdo ditë.
mëngjes edhe mbrëmje. Dëgjoni këtë luqje që e tha pejgamberi sem. Tha kush thot pejgamberi Allahu xhel tha Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana la ahdik wa wa'dik mastata'at a'udhu bika min sharri ma sanat abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Pejgamberi sem kush e thot këtë luqje mëngjes edhe është i bindur në te dhe nuk e ka arri ende mbrëmje dhe ndron jetë vetëm se do të jenë xhenet. Kush e thot mbrëmje me bindje të plot në atë që e thot dhe nuk e ka arrit ende mëngjesin dhe vdes me lenë Allah do të hyjë në xhenet. Pse është quajtur zotëria e istighfarit? Për shkak të domethënieve që i përmban kjo luqje. Në te ka përulje, ka shfaqje dobësisë trobit që është shfaq para Allah që është i dopt, është krijesë e thjeshtë, edhe Allah është fuqi plot, i shfaq mangësitë e tij, dobësitë e tij, e falëndron Allahun dhe i përmend gjitha domethënjet e pendimit. Për këtë arsye, kjo luqje është më me vlerë. Ebu Bekri radhiyallahu anhu e pyeti dhe i tha pejgamberit ja Rasul, më mëson një luqje që kur të lutem ose kur e fali namazin që të lutem atë luqje. Pejgamberi i tha, thuaj në namazin tënd Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira, o Zot unë kam bërë shumë padrejti vetes sime. Wala yaghfiru dhunuba illa ant, kurse gjunat nuk i fal askush përveç teje. Faghfir li maghfiratan min indik, edhe fal me luqje ose më fal me faljen tënde që ti e posedon që është e gjerë. Warhamni innaka antal ghafur rahim, dhe më mëshiro sepse me vërtet ti e falës, dhe ti e falës edhe ti ai i cili mëshiron. Andaj ai robi i cili mundohen vazhdimsi që të kërkoj falje prej Zotit të tij, mundohet që të shtoje veprat e mira ti, edhe ka bindjen e plot na që e punon se Zoti i tij do e shpërblen, ka besim, ka veprat mira, ka istighfar, ka dhikr, me lenë Allahut azza wa jall prej tij shpresohet mirësi. Allah azza wa jall tha walladhina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, ata që Allah ju udhëzoi. Nëse kapën për fetari dhe kapën për rrugën e drejtë, Allahu do ashtojë atyre udhëzimin dhe Allahu do t'ju japet devotshmëri. Dhe përfundoj me këtë hadith kutsi që pejgamberi e transmeton prej Zotit të tij, ku tha o biri i Ademit, nëse ti kërkon falje për nëse ti më lutesh edhe më shpreson, unë do t'i fali gjunohet e tua, sa do që janë ato, unë nuk mërzitem për atë. O biri i Ademit, nëse ty më vjen me gjunohe sa kupa e qiellit, edhe pastaj kërkon falje prej meje, unë ta fali dhe për atë nuk mërzitem. O biri i Ademit, nëse ty më vjen gjunohe me gjunohe sa toka, sa është e gjerë edhe e madhe, mirë po kur vjen të unë edhe më takon pa më përshkruar ortak, unë ty do ta fali me të njëjtën mos, me të njëjtën sasi. Kjo është Allah Zogjel, i cili fal, i cili mëshiron. Po a ka rob, a ka krijesa që i kthejnë Allah dhe kërkojnë falje prej tij. Ai i cili njeh Zotin e tij, nuk dëshpërohet asnjëherë prej rahmetit të tij. Ne jemi gjithë gjunaçar, jemi mëkatar, nuk ka njeri melek. Prandaj ajo që veçon njeriu është gabimi i tij. Andaj sa më tepër të i kthejmë Zotit ton, sepse kemi një Zot i cili fal, i cili mëshiron, sepse gjunat padyshim e sjellin dëshkimin e Allahut, zemrimin e Allahut dhe gjurmët e gjunave lënë shumë pasoja. Andaj ato që zakonisht i vuajmë ne janë gjunahet e tona, janë mëkatet e tona, sepse Allah kurrë asnjëherë nuk i ban robit pa drejtësi. Allah është i drejtë dhe Allah nuk e thyen premtimin e tij. Drejtësia e tij mbishundon, rahmeti i tij është shumë i gjerë, mirë po prej robit kërkohet çaj që ti sinqert mendimin e tij, ti ktheje duart ka Zoti i tij, dhe ato duart padyshim se asnjë nuk i kthehen bosh. Allah e pranon pendimin e tij, dhe Allah zogjel kur e shef sinqeritetin në zemrën e robit, sa i ka ngul edhe nuk dëshiron që ti kthehet me gjunat, padyshim që Allah e fal e pastron, edhe atë ja shlyen që kur dalet ditën e Kiametit, mos ta shojnë në fletushkat e tij. Elus Allahun që Allah zogjel na mëshiron, na fal edhe të na udhëzon, dhe elus Allahun që çdo muslimane të gjatë vdekur Allah të i mëshiron, të i fal. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.